Zbulohet sekreti që pastron tërësisht mushkrit tuaja në mënyrë natyrale. Ndotja, zakonet e këqija dhe mjedisi janë shkaktarët kryesor të problemeve të mushkrive dhe shumë njerëz vuajnë nga sëmundjet kronike të mushkrive. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk ka as edhe një mënyrë për ta mbajtur këtë organ të shëndetshëm. Mushkrit kanë aftësi magjike për të rigjeneruar, por për këtë gjë duhet të përpiqeni më shumë. Ka gjëra që mund t'i bëni për të detoksikuar natyrshëm mushkrit tuaja. Në këtë rast, ekzistojnë disa pije të cilat munden që të ndihmojnë në reduktimin e mukusit dhe detoksikimin e këtij organi. Mjaltë dhe ujë ngrohtë. Ujë me limon, mund të konsumoni çaj të gjelbër, mund të pini lëng karrote, mund të konsumoni shafranin e indis dhe xhenxhefilin, të pini banane, spinaqe dhe manafera në formë smoothie.